Kryetar, unë do doja 10 minutë tim, sepse nuk kam fest partije, kam protest, jashtë, megjithësi doja 10 minutë. Do dhe njës duke ju lexuar në një kadër të këtij projekt ligji, ku përcaktohet lista e fushave të zbatimit të koncesioneve dhe të PPP-ve. Transporti kurudhor, porte, aeroporte, rrugë, tunele, ura, parkim, transport publik, prodhime shpërndarje energjisë elektrike, prodhime shpërndarje ujë, menaxhimi mbeturinave, telekomunikacion, shkencë, arsim, turizëm, argëtim, hoteleri, kulturë dhe sport, shëndetësi, shërbime sociale, burgje dhe infrastrukturë gjyqësore, rehabilitimi i tokës, strehim, godina administrimit publik, rehabilitimi i zhvillimit urban, ndriçim publik, bujqësi dhe kontrata të tjera, thotë. Nuk mjaftojnë këto. A i ka ngelu gjë më këtij shteti e kësaj qeverie që të drejtoj. Çfarë përgjegjësi ka kjo qeveri, ndër atyre që kanë votuar, përveç se të bëj rolin e tenderuesit për koncesionin e radhës. Dhe jo vetëm për 4 vjet, saqë ka mandatin, por për dekada të tëra. Kam një pyetje për ministrat që janë ulur në këto karrige. Pse rini ulur në to? Se vërtet ju ka bërë ministra Edi Rama, por paratë e buxhetit ja ka dhënë miqve të tij oligark. Për shembull, ja, këtu është ndarja e të ardhurat të buxhetit për ministritë e ndryshme. Atëherë, Ministria e Bujqësisë 0,58%, Ministria e Arsimit 2,3%, Ministria e Shëndetësisë 2,9%, kjo kolona e madhe këtu, 27%, është vlera e kontratave të PPP-ve që Edi Rama ka nënshkruar me miqtë e tij, 27%. E PBB-s, po e ke dhe buxheti o zotri. Vlera e koncesioneve është 27,1 e prodhimit të brendshëm bruto. Po mirë më tani të shohim dokumentet pastaj, dakor. Atëre, plot 7,8 miliard euro është vlera e kontratave dhe koncesioneve që ka firmosur Edi Rama, nga të cilat 10 milion euro janë për inceneratorin e Tiranës. Në 2026, 10 milion euro do vënë për inceneratorin. Mbi 13 milion euro PPP në shëndetësi, për të cilat po vuan dënimin ai ministri aty. Për qytetarët që na ndjekin, buxheti i shtetit është si një tortë. Kur rritet prodhimi i brendshëm bruto, rritet edhe torta. Gjithë çështja është se si e ndajmë këtë tortë. Dhe kur vjen puna te shëndetësia, te arsimi, te sektorët kyç, thela e tortës është më e hollë. Mund të jetë çik me më shumë sheqer, po ama është më e hollë. 2,3% buxheti në arsim. A e dini se sa është mesatarja për arsimin në Bashkimin Evropian, aty ku kemi hipur trenit që të shkojmë? 4,6%. Nuk bëhet fjalë këtu më shumë lek apo më pak lek, si përqindje. Çrëndësi jep shteti arsimit. 3% e ka Serbia, 3,1 e ka Kroacia, 3,4 e ka Greqia. 2,3 e ka Edi Rama, sepse në Shqipëri, sipas tij, ndoshta arsimi po lulëzon. 2,9% buxheti për shëndetësinë. A e dini se sa është mesatarja në Bashkimin Evropian? Plot 10%. 10% është rëndësia që japin vendet e Bashkimit Evropian, 2,9%. 7,7% e ka Kroacia, 8,3% e ka Greqia. 2,9% e ka vënë Edi Rama për spitalet shqiptare, sepse në Shqipëri, me sa duket, shëndetësia është më e mirë se në ato vendet e Europës ku ka nevojë të financohet më shumë. Duhet flas këtu edhe në çik edhe për pensionet, për këtë shumën prej 204 miliard lekëve që u trumbetua për vitin 2026, ku 93% e saj në fakt vjen nga djersa e punëtorëve që paguajnë sigurimet shoqërore e shëndetësore, vetëm 7% vjen nga buxheti i shtetit, e prapse është thuajse sa çereku i 752 miliardëve që është vlera e kontratave të PPP-ve. Atëherë, nga ky podium i kuvendit, zoti Taulant na tregoi se sa të lumtur kishte bërë nënën e tij pensioniste kur i kishte përmendur rritjen eksponenciale të pensioneve që do bëj partia e tij në vijim, dhe kush e di atë fjalim mund ta ketë dëgjuar edhe ndonjë grua plak që të birën nuk e ka kryetari i grupit parlamentar me majorancës, po e ka, le të themi, emigrant në kurbet, dhe ndoshta ka menduar se me gjithmend do ketë rritje të pensioneve. Kam një thirrje për gjithë pensionistët. Bonusin e fundvitit, për herë të fundit, do ta merrin vitin 2025. Nga 2026 në vazhdim, bonusi do pjesëtohet me 12 muaj, dhe ta merrni pak e nga pak. Këtë marifet, qeveria e Partisë Socialiste i quan rritje të pensionit, që në fakt rezulton në ulje të pensionit për pjesën, do ta tregoj tani, do ta them unë. Atëherë, nëse unë po gënjej
Pse si janë goja qeverisë të thotë se nga 2026 e në vazhdim do të merrni edhe bonusin e fundvitin edhe pensionin, për të thënë që ka vërtet rritje pensionesh. Qeveria kërkon të fshihet pas gishtit, duke thënë se nuk mund të parashikohet bonusi sepse nuk i dihet sa do jetë rritja ekonomike. Këtë tha zoti ministër i financave në komision. Megjithatë, në këtë projekt ligj parashikohet se sa do jetë rritja ekonomike. Dhe dikush mund thotë se nëse kjo rritje do pësonte rënje në 2026 me 1%, 2%, larg qoftë 3%, mund thuaj që s'do ketë lek për bonusin. Megjithatë, rritja ekonomike ja se ku është. Për vitin 2023 ishte 4%, 24, 4%, për 2025 3.9%, për 2026 parashikohet po prap 4%. Atëherë pse s'ka bonus të fundvitit? Okej, ja do ta themi. Atëherë. Po e përsëris, bonusi fundvitit do pjesëtohet me 12. Dhe në këtë mënyrë kjo qeveri jo vetëm që është tallur me ju, jo vetëm që ju ka mashtruar se po përfitoni rritjen e pensionit, por shtresave më vulnerabël do t'ua ul pensionin sepse pjesëtimi i bonusit me 12 nuk është njësoj për të gjithë. Dua t'u drejtohem tani të gjithë pensionistëve nëse na ndjekin, më kushtoni pak vëmendje për ta kuptuar se si po ju mashtrojnë. Se kush përfiton e kush humbet nga 2026 e në vazhdim nga pensionet. Atëre, kemi këtu, kush përfiton? Përfitojnë ata që marrin pension urban të plot. Do marrin nga, po flas me të vjetra, do marrin nga 2026 në vazhdim 18.000 lekë të vjetra në muaj dhe nga 100.000 lekë që e merrnin bonusin do të shkojë 216.000 lekë në fund vitit. Kush humbet? Dhe këta përbëjnë vetëm 33% të pensionistëve. Kush humbet? 39% e pensionistëve që kanë pensione të pjesshme dhe do marrin nga 8.000 lekë në muaj, herë 12 do thotë nga 150.000 lekë që merrnin, do marrin vetëm 96.000 lekë. Kush humbet tjetër? Humbasin pensionet rurale. Atëre, pensioni rural, 13% e pensionistëve do marrin nga 10.000 lekë në muaj, që do thotë nga 150.000 lekë që merrte në vit, do marr vetëm 120.000 lekë. Kush humbet tjetër? Pensionet e invalidëve. Pensionet e invalidëve do marrin nga 7.000 lekë në muaj, pra nga 150.000 lekë që merrnin në vit, do marrin vetëm 84.000 lekë. Ka dhe një. Pensionet familjare, edhe pensionet familjare, po prap, jo, 72.000 lekë do marrin invalidët, 84.000 lekë do marrin pensionet familjare. Atëre, konkluzioni. Njësoj. Njësoj. Po, atëre. Ja, pra, nga 5 kategori pensionistësh, vetëm një kategori, ose 33% e pensionistëve do kenë një rritje të vogël, ndërsa 4 kategori që përbëjnë 67% të pensionistëve do marrin më pak pension në 2026 se sa në 2025, më pak pension në 2027 se sa në 2025, më pak pension në 2028 se sa në 2025. Atëre, unë do doja shumë, vërtet shumë që ta kisha gabim, që kjo qeveri të më përgënjeshtroj kur të vi dhjetori i vitit 2026 dhe ta shpërndaj bonusin për 150.000 lekësh. Dhe ta kemi unë gabim dhe ta keni ju të drejt. Mjafton që vitin e ardhshëm të ketë rritje reale pensionesh, por të dashur pensionistë, për fat keq, kjo s'ka për të ndodhur, sepse po të ndodhte kështu, këta do ishin të pari do ta thonin. Nëse se thonë sot, do thotë se s'do merrni gjë nesër. Le të dalë njëri prej jush, zoti Balla, me zë me figur, e të thotë se unë po gënjej, do në nevojitet zëri dhe figura juaj, që në dhjetor të vitit 2026, tu tregojnë pensionistëve, me zë me figur, se kush ka gënjur e kush ka thënë të vërtetën. Faleminderit. Faleminderit, zotit.